Së pari, Milan Radojčić duhet t'ju dorëzohet autoritetet të Kosovës, ku dihet që e ka aktakuzën prej 160 faqesh bashkë me 44 paramilitarët e tjerë terroristë, të cilët na e vranë rrështerin policor Afrim Bunjakun, herojin e Kosovës. Dhe jo vetëm që Milan Radojčić tash gati 2 vjet e 8 muaj është në liri në Serbi, por aja tje është edhe aktiv në politikë. Dhe ka raporte të shumta të medjave në Serbi dhe ndërkombëtare se aja tje është pjesë e projektit për ta shkatruar opozitën demokratike dhe në anën tjetër vazhdon me kërcënimet ndaj serbëve të Kosovës. Së dyti, ne kërkojmë që ajo letra të cilën e ka lexuar para 27-shës së Bashkimit Evropian dhe e ka dorëzuar ish kryeministria dhe tash kryetaria e Kuvendit Ana Brnabić, ku thotë që nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës, të tërhiqet. Nuk mund të kemi normalizim të marrëdhënieve nëse shkelet marrëveshja bazike që e kemi bërë ndonse nuk e kanë nënshkruar, dhe nëse i thua fqinjit tënë që s'ta respektoj integritetin territorial. Dhe e treta, mos harroni që Qeveria e Republikës Kosovës ka qenë aktive, kreative dhe konstruktive në dialogun e Brukselit, me çfarë ne vazhdimisht kemi shkuar me propozime. Nëse e mbani mend, prej vitit 2021, unë në Bruksel shkoj me propozime. Dhe në fund e arritëm një marrëveshje në shkurtin dhe marsin e vitit 2023, së pari në Bruksel e pastaj edhe aneksin e zbatimit në Ohër, dhe unë vazhdoj të insistoj që ajo duhet nënshkruhet. Sepse nënshkrimi i marrëveshjes nga liderët paraqet edhe kredibilitet të besueshmërisë së procesit, por edhe besueshmëri midis palëve.